Këto janë pamjet e qytetit të Lezhës në ditën e 4 të vitit të ri. Pas shqetësisë të ditëve festive, këtë të diel ka nisur të rikthehet normaliteti. Një pjesë e bizneseve ka ngritur çepenat për të pritur klientët e parë të vitit 2026, ndërsa të tjerë vijojnë të jenë të mbyllur. Jo vetëm qendra e qytetit, por edhe zonat e tjera të Lezhës janë gjallëruar pas ditëve festive. Të hënën e 5 janarit do të nisë puna edhe në administratat shtetërore për të qenë në shërbim të qytetarëve. E po ashtu edhe nxënësit dhe mësuesit do të rikthehen në shkollë pas pushimeve dimrore. Ndërkohë ditët e para të vitit 2026 nisën me një bilanc tragjik sa i përket aksidenteve rrugore, ku u shënuan 2 viktima dhe 9 të plagosur në 4 raste të ndodhura në aksin Lezhë-Shkodër, pranë fshatit Gocaj edhe në rrugën e Kombit.